është gati. Makina kohës është gati? Atëherë do kthehemi datë 28 nëntor 1912, ditën ku Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë. Oh, Ismailo! Zoti Ismail Qemali! Është nëntori i dytë i Shqipërisë. Qofti bekuar për jetë. Ismail, dhe të thoja për flamurin që po ngrem në Vlorë. Ule vlla, ule. Ule flamurin, çaj ngre kot. Çaj rritu ngrit kot. Asnjë vaj lesh, a kupton? E ngrejnë gjithmonë me 28 nëntor, e ngrejnë Amerikë, e ngrejnë Itali, e ngrejnë Greqi, e ngrejnë Gjermani, e ngrejnë Angli, veç në Kinë, edhe në Kinë kanë ngrit. Ule, se vetëm një ditë e ngrejnë. Gjithë vitin lani vetëm zihen njëri tjetrin, vrasin njëri tjetrin, lejnë njëri tjetrin pa buk, shan njëri tjetrin marrë pa krave, i lëpijen dynjos, i lëpijen botës, edhe bështyn veten e ty në vëjtëm. Për e si avle, lodhe shkot, ule më mirë, futu mrena, hik shqipun të tuja, bëj në i gjotë qa botise, si avle o qemol, nuk ja avle e të rizoti se më mi ngrit një flamur pederastash. Se dhe parlamenti që e kena tamon pederasta që e keni, na kam bo dhe këshu shumë gjinor tani, kam i atu ligjin, s'kena mo as gjini, ngrini sa mund pësima, më s'më mirë e bim rëhat gjithë, patin ta dim qa jena, a kuptoj. Hajde Ismailo, rof vajtem, penderit, për pafshu dhe na falj, na bëj halal dhe ti, hajde, qau Allah.